super skandali Rama Balluku ka marrë për masa të pa para, të dashur miq, për herë të parë në historinë e Europës, për herë të parë në historinë e vendeve të lira, një kryeministër pa ditë gjykatën që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrën Hajdute, pa ditë në gjykatë kushtetuese. Nuk ka ndodhur kurrë. Edi Rama u tha shqiptarëve se pezullimi nuk ka ndodhur ndonjëherë në Europë. E vërteta është që pezullimi nuk është i shpesh në Europë, sepse në Europë sapo ngrihet një akuzë, i akuzuari jep dorëheqjen dhe pret sqarimin nga drejtësia të problemit. Kurse në Shqipëri, jo vetëm që nuk jep dorëheqjen, por merr mbështetjen e kryeministrit për të paditur në gjykatë kushtetuese. Pra në gjykatë kushtetuese nuk shkoi Belinda Balluku e pezulluara, por në gjykatë kushtetuese shkoi Edi Rama